Nën kryetari i lëvizjes Besa, Zëqeria Ibrahimi, tha se partia e tij është e gatshme të votojë në kuvend për qeverinë e re, nëse presidenti mandaton liderin e LSDM-s Zoran Zaev. Ibrahimi sqaron se partia që përfaqëson ai është shumë e interesuar për të larguar nga skena politike Nikola Gruevskin dhe partinë e tij VMRO-DPMNE, leadershipi i së cilës thotë se është e inkriminuar dhe udhëheq politika anti-shqiptare. Ne nuk e kemi fshehur që nëse është në interes të largimit të VMRO-s edhe të këtij leadershipit saj prej skenat politike në Maqedoni, mund të bashkëbisedojmë me Zaevin për një shumicë tjetër parlamentare. Megjithatë, gatishmërinë e shprehur për bashkëpunim me Zaevin nga lëvizja Besa thonë se për modalitetet do të diskutohet pasi kreji socialdemokratëve të merr mandatin. Lidhur me bashkëpunimin me LRPD-shën, Ibrahimi thotë se Sela fillimisht duhet të kërkojë falje për deklaratat kundër lëvizjes Besa. Për modalitetet e pjesëmarrjes tonë në këtë shumicë parlamentare dhe pastaj në ekzekutiv, i bie të flasim në kohën që e merr Zaevi mandatin. Mendoj se është akoma mjaft herët për faktin e thjeshtë se në opinion ekziston një skepse e madhe se a thua vallë i mbrin mandati Zaevit. Po ta marr ai mandatin i bie atëherë të flasim për mundësitë e bashkëpunimit. Edhe nga partia LRPD-sh shprehen të gatshëm të bashkëpunojnë me Zaevin nëse mandatohet për formimin e qeverisë. Zjadin Sela thotë se Zaevi nuk duhet të kërkojë mandatin nëpërmjet preskonferencës, por duhet të fillojë bisedime konkrete me subjektet politike shqiptare. Ida socialdemokrate nuk duhet nëpërmjet preskonferencave kërkojë mandatin që dikush t'i adhurojë. Ida socialdemokrate do nisë nëse do të bëjë qeveri dhe i ka numrat, do duhet nisë bisedimet me subjektet politike shqiptare. Dua s'dua unë, fatkeqësisht fillimisht me BDI, sepse ato i kanë numrat, pa numrat e tyre nuk mund bëhet asnjë kombinim qeverisës. Sela në emisionin 200 u shpreh kundër zgjedhjeve të reja dhe për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Jo. Për mua do të ishte e pranueshme mbas 25 viteve demokraci, po them parlamentare, sistem shumë partijak, që mbas tyre zgjedhjeve të arrijmë ne të zyrtarizojmë gjuhën shqipe dhe pastaj mund të shkojmë zgjedhje kur duhen. Më tej, Sela tha se LSDM-ja duhet të pranojë që para formimit të qeverisë së re të votojë ligjin e përdorimit të gjuhës shqipe në tërë territorin e vendit.